Sezoni i Spanjolit në La Liga nuk ka shkuar ashtu siç shpresonte skuadra katalanase, e cila shende veten të përfshirë në luftën për mbijetesë kur mbetet vetëm një javë nga mbyllja e kampionatit, dhe në javën e fundit ndaj Las Palmas i duhet me to mos që të bëjë të paktën të njëjtin rezultat të Leganesit për të qenë i sigurt për qëndrimin në elitë. Por në këtë ndeshje nuk do të ketë shërbimet e marrashkumbullës së Spanjoli. Në humbjen ndaj Osasunës, mbrojtësi kombëtare shqiptare u ndëshkuan me karton të verdh. Ky ishte kartoni i 10 në këtë edicion për Kumbullën, duke plotësuar numrin e kartonëve që sollën pezullimin e tij. Kumbulla ishte kthyer në një nga elementet më të rëndësishëm të propavijës së Spanjolit në këtë sezon, duke luajtur 35 ndeshje me fanellën e kësaj skuadre, teksa ka shënuar te 3 gola në La Liga. Ndaj Osasunës praktikisht ishte ndeshja e fundit në këtë klub, pasi lojtari do të mbyll huazimin dhe do të kthehet te Roma, që zotëron kartonin e tij.